Kjo është Hasie Alaraj, trajnere e taekwondo. Ajo ka 12 vite që merret me këtë sport, fillimisht si sportiste. Ndërsa ky është bashkëshorti i saj, Xhevair Hysa, edhe ai gjithashtu trajner i taekwondo. Edhe dy fëmijët e tyre stërviten në këtë sport. Kështu kjo familje përbën një rast unikal ku të gjithë anëtarët merren me të njëjtin sport, me taekwondo. Ju jeni një rast unikal, një familje të cilët merrni të gjithë anëtarët e familjes me një sport. Ju merrni të gjithë me taekwondo. Juve, bashkëshorti juaj Xhevairi, jeni trajner, por edhe fëmijët tuaj, djali dhe vajza, janë sportistë të vegjël që merren me taekwondo. Kur lindi ky pasion, kjo dashuri për këtë sport nga pjesëtarët e familjes tuaj dhe si u përqafua nga të gjithë ju? E vërtet, në fakt se në fillim e ka nisur Xhevairi, domethënë ka ka mësuar këtë sportin në Greqi, rreth viteve 2000. Në fillimin e viteve 2000, pra? Po. Kur ka marrë letra, sa e ka pas nisur dhe më përpara. Pastaj e kam nisur unë duke ndihmuar kur erdhi në Shqipëri Xhevairi që e hapën palestrën në Shqipëri. Xhevairi në Greqi ka qenë jo vetëm sportist, por edhe trajner. Kur ka ardhur në Shqipëri, pastaj hapi palestrën në Shqipëri dhe unë fillova duke ndihmuar Xhevairi pak nga pak, filloi duke më pëlqyer ky sport, filloi duke më hyrë në gjak. Dhe po ashtu avash edhe fëmijëve tonë, duke fëmijët kanë qenë shumë të vegjël në fakt kur kanë hyrë në palestrë. Po, kur e kanë nisur ata këtë sport? Pothuajse që në 2 vjeç e gjysmë goca, çunin çik më i madh. Pra në kushte në rrethana që ju i merrnit me vete fëmijët, apo në palestër? Po, i merrni me vete dhe gjithmonë pas të gjithë sportistëve bënin edhe këta ushtrime. Domethënë ato janë llogarit me një, jo se kanë qenë fëmijët tonë, por me një me gjithë sportistët. Po. Por ju, kur u bët trajnere, pra si Xhevairi, me këta fëmijë të vegjël të moshave që ju i stërvisni? Në fillim ne kemi patur një palestër, pastaj unë si e rritur në zonën e Kamzës, na lindi kjo ide që të hapnim edhe një palestër këtu në zonën e Kamzës. Për të shërbyer komunitetit e këtij qyteti. Domethënë në këtë zonë nuk ka shumë sporte, edhe na lindi ideja që të hapnim, pse mos të hapnim një palestër të taekwondos, dhe pothuajse të gjithë e pëlqejnë këtë lloj sporti. Për sa vitesh funksionon kjo palestër? Këtu afërsisht për 8 vite funksionon. Domethënë në këtë zonë kemi lëvizur ndoshta në ambiente, por në këtë zonë. Në këtë zonë. Në këtë zonë kemi qenë ka 8 vite. Por ju atëherë, ti rikthemi prapë pyetjes që bëra para kësaj, kur u vendos në familjen tuaj që edhe ju t'jeni trajnere për këta fëmijë të moshave, për taekwondo? Unë në fakt e kam nisur si një sportiste, domethënë sportistja e Xhevairit. Ju ishi sportistja e bashkëshortit tuaj, po? E kam nisur si një sportiste, pastaj gradualisht duke bërë testimin e rrypave, nga rrypi i bardhë, duke shkuar në të rrypin e verdh, gjysmë jeshil, gjysmë blu, gjysmë të kuq, i kuq i plot, derisa merret dhe rrypi i zi. Pra ky rryp që ke ti i takon një profesionisti, taekwondos, dhe mund të bësh fare mirë dhe trajnim. Po, mund të bëjmë fare mirë trajnimin e fëmijëve. Po, se tani jam në gradën 3 dan, domethënë në kohën që merr rrypin e zi, kalon në 1 dan, 2 dan, 3 dan. Në kohën që je në 3 dan, domethënë mund t'i trajnosh sportistët edhe të vegjël edhe më të mëdhenj. Po, sa të interesuar i shikoni mosha edhe të ndryshme si vajza dhe djem në këtë sport? Në fakt është çudi, por edhe gocat janë që e pëlqejnë shumë. Domethënë edhe prindrit i shtyjnë që ta mësojnë këtë sportin gocat, por vetë faktin se ky është një sport i disiplinës, i vetëmbrojtjes, edhe për kontroll peshe, edhe për vetëbesim, mbi gjitha për vetëbesim. Ju merrni pjesë shpesh në aktivitete të ndryshme që bashkëshorti juaj dhe ju të dy së bashku organizoni si në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë. Cili është roli juaj në këto aktivitete? Marrin pjesë në shumë, si brenda dhe jashtë, si që tha dhe. Unë kam pasiruar disa aktivitetet në Shqipëri. Po, e vërtet. Domethënë brenda më e fundit që ishte, domethënë për kampionat ishte që ishim në Shkodër, që u përfaqësuam me 2 ekipet tona, edhe studenti edhe Kamza,
studenti arriti të dalë vendibar në junior, në kategorinë e grup moshave junior dhe vendi dytë në fëmijë. Kurse ekipi që drejtoj unë është i Kamzës dhe arriti të dalë vendi dytë në kategorinë e kadetëve. Po mirë, si shikoni këto burë e grua këto rivalitetet, pra zjeni në shtëpi kur njëri më vjen në para, po? Në fakt ju bëhet qefi për arritjen e njëri tjetrit. Se ka edhe konkurrencë këtu. Ka edhe konkurrencë në fakt, ka edhe konkurrencë. Nuk ja tregojmë pak ato sekretet, kështu që të dalim sa më mirë secili ekip. Pra Xhevahiri me ekipin e tij është i parë, jeni e dyta. Po. Po, si parashikoni të ardhmen tuaj? Gjithmonë në trajnim, në rolin e trajnerës, ju dhe bashorti, dhe si shikoni këta fëmijë që vinë dhe ushtrohen në palestrat tuaja? Kanë të ardhme, e keni ndjekur më pas, e kanë vazhduar sportin? Po, do me thënë shumë sportistë që i kemi, do me thënë marrin pjesë edhe në përgara ndërkombëtare, që kanë marrë vërtet rezultate shumë të mira, si herën e fundi që ishim në Malëzi, që arritëm të marrin edhe medalje ari, edhe medalje të vendit dytë, por më pak të vendit të tretë, por në Malëzi arritëm që të dalim shumë mirë. Do me thonë, ka disa sportistë që cilësohen si të mirë. Dhe në fund sa interviste, ju lutem, a keni një mesazh për prindrit, për fëmijët, për të marrë me sport, por edhe për t'i bërthirë, për të marrë me taekwondo? U them të gjithë prindërve, do me thënë të merren sa më shumë me sport. Nuk është e rëndësishme të merremi me taekwondo. Unë në të vërtetë unë aty do thoja që të merremi sa më shumë me taekwondo, sepse taekwondoja është një ndër sportet që për momentin pëlqejet shumë, edhe ndaj të vegjëlve, edhe ndaj prindërve. Siç e thanë, taekwondoja është një disiplinë që po i shtyn drejt sportistët i tërheq jashtë mase, do me thonë. Të merren sa më shumë edhe për disiplinën, edhe për vetbesimin, mundohemi të merreni sa më shumë në sport, sepse sporti është vetë jetë, do me thonë. Po, falenderoj për këtë intervistë sinqertë e për shembullin që ju jepi së bashku me bashortin tuaj dhe me fëmijët, një familje unikale që merret me një sport kaq të veçantë siç është taekwondo. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit shumë vërtet.